Sheshi para bashkisë Kuçov u kthye në një arenë të vërtet feste me rastin e 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Aktiviteti u organizua në kujdesin e veçantë të Kryebashkiakut Kreshnik Hajdari, në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës, rinisë dhe Zyrën Vendore të Arsimit nën moton të gjithë së bashku për 1 qershorin. Fëmijët e shkollave të bashkisë Kuçov sollën një program të pasur artistik me këngë, valle dhe lojra të ndryshme. Të veshur me ngjyrat e ylberit dhe nën tingujt e muzikës, ata përcollën emocione dhe gëzim për prindrit, mësuesit dhe bashkëpunëtarët e tyre. Performancat artistike dëshmuan talentin dhe përkushtimin e vogëlushve, duke shndërruar sheshin e qytetit në një hapësirë plot jetë, ngjyra dhe buzëqeshje. Aktiviteti tregoi edhe një herë nivelin e lartë të organizimit kulturor në Kuçov, fal bashkëpunimit të institucioneve vendore, mësuesve, prindërve dhe drejtuesve të kulturës. Mes duartrokitjeve dhe atmosferës festive, fëmijët përcollën mesazhin më të bukur të kësaj dite, gëzimin, dashurinë dhe shpresën për një të ardhme më të mirë. Pjesë e festës ishin edhe aktivitete argëtuese, lojra në grup dhe surpriza të shumta për fëmijët, të cilët e shijuan këtë ditë të veçantë në maksimum. Buzëqeshja dhe entuziazmi i tyre mbushën çdo cep të sheshit, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Kjo ditë dëshmoi se investimi tek fëmijët mbetet investimi më i çmuar për të ardhmen e komunitetit. Festa u mbyll me këngëve, valleve dhe premtimit për aktivitete të tjera të ngjashme në të ardhmen.